le më mirë. Floko, ta le apo një parë një mbrapa apo? Apo kështu? Ha? Po Xheki po thot kështu po. Ha. Ju lutem për marrë emisioni, mos lëvizni pak tani, jemi me 5 minuta që ta ndina. Faleminderit. Të lutem. Gati, Gjuna?
Champions League është një kampionat ku gabimet kushtojnë ëndra. Domini Bayern përballët me Realin e Madridit. Në vërtetësi dizaini është historia flet, por fusha është ajo që vendos. Ndërkohë që në Londër Arsenal sfidon Sporting, një duel vërtet ritmi, guximi dhe ambicie. Dy ndeshje, një natë dhe miliona emocione. Kjo është Champions League, aty ku lindin herojnë dhe shkruhet historia. Përshëndetje miq të dring, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në studio Champions League me miqtë e mi Derin Zalla, Erlan Xhafa, avokat Emri Hicka dhe Lori Kcana. Të nisim me njëherë diskutimin me të ftuarit tanë për një tjetër mbrëmje fantastike Champions League që në mënyrë të padiskutueshme do të jetë vërtet elektrizuese dhe padyshim për fjala është përballja Bayern Real Madrid. Në fakt bavarezët kanë arritur të marrin një fitore shumë të rëndësishme në Bernabeu. E megjithatë, skuadra e Realit dhe Madridit ende nuk e ka thënë fjalën e vet të fundit në një kompeticion që për të thënë vërtetën duket sikur është habitati i tyre i preferuar. Rik, nuk e di, një përballje që s'besoj se ka nevojë për shumë fjalë edhe për shumë reklam, për të thënë vërtetën, ashtu siç mund të shtojmë në zhargonin sportiv, po pa i shtuar shumë lulka dhe fjalë të tjera, është një finale e parakoshme. Është një finale e parakoshme, dhe nëse nuk është kjo finale e parakoshme, në fazën e tjetër në gjysmëfinale do jetë edhe një tjetër finale e parakoshme. Vërtet. Sepse tek Parisi, që është një nga pretendentët për të mbajtur dhe për të ruajtur titullin, dhe është një nga kjo ndeshje sonte është një nga, le të themi, duelet më prestigjioze në historitë të futbollit botëror. Jo sepse edhe tani janë në ekipe që janë, por në histori të këtij kompeticioni betën skuadra që e kanë fituar shumë herë, për Realin nuk po flasim më, por edhe Bayerni është një mësuar të kjo. Kështu që është prestigjioz, janë dy ikona të këtij sporti dhe betën nga pak në si po shkojnë futbollin nga pak ato klube që akoma janë shoqata. Nuk janë në pronësit këtu, janë shoqata. Me mira antar me një bordë. Ja, ka dhe një domethënie shumë bukur. Shumë interesante, vërtet. Xhafa, nuk e di, besoj tek skuadra e Realit Madridit, duket se kanë me subime të qarta, praktikisht, sepse nuk kanë asgjë të humbur, shpërpresin ndeshje me ritëm të lartë, jashtëzakonshëm, ashtu siç e mësuar në Real. Nëse Reali ka një veçori ndryshe nga skuadrat e tjera, ose siç është mentaliteti. Nuk flas vetëm te lojtarët, sepse lojtarët janë shumë që shkojnë në vite lojtarë, po mentaliteti që ka si klub. Se fakti që shkon kudo, pavarësisht se si mund të ketë duel në ndeshjen e parë ose mund të dalë në rezultatin e ndeshjes së parë, është skuadra që gjithmonë shkon për të fituar, për të kualifikuar, sepse jo vetëm s'ka gjë për të humbur, por e quan detyrim pjesën e kualifikimit. Kundrejt çdo kundërshtarit, sepse ne kemi thënë shpesh që Bayern në këtë moment është më formë se Real Madridi, prapë në ndeshjen e parë që Real Madridi e bëri ndeshjen e tij. Kundrejt edhe skuadrës më formë që ka qenë këtë edicion në UEFA Champions League. Kështu që me këtë kundërshtim besoj që jo vetëm që do shkoj se s'ka gjë për do shkoj për të tentuar kualifikimin, sepse do të shkoj deri në fund mentaliteti që ka kjo skuadër, ky klub, që asnjëherë nuk dorëzohet kundrejt çdo vështirësie që mund të ketë para. Mëse vërtet, Vimri është premtuar praktikisht një atmosferë jashtëzakonshme nga ana e tifozërisë vendase. Megjithatë, pak më herët pamë edhe statistika që duket sigur nuk e favorizojnë shumë skuadrën e Realit Madridit, Tifozëria do jetë një tifozëria e Bayern Munich është shumë e madhe dhe shumë e zgjatë. Nuk e favorizojnë ka në fundi aty, por statistika nuk e si statistika. Unë do të kujtoj vetëm një gjë që Bayern Munich, kur ka fituar ndeshjen e parë jashtë, ka qenë vitin 1992 që të njerëz që munduar. Është munduar nga Inter, fitoi në Milano 1-0, në Inter do mund të shkojë në 3, nga Inter. Është Inter i famshëm atëherë që fitoi Champions League ka në 2010. Dhe në të gjitha rastet e tjera, ku Bayern ka fituar jashtë, është kualifikuar. Nuk e di zon do sot, me Realin e ka në të kundër, sepse fitoi me Realin në shtëpi do mund të gjejë në Madrid. Pra, këto janë pak a shumë disa statistika nuk orientuese. Numrat dhe shifrat që na dhanë gjë tani ka si për një kundër Realit nuk kanë pak tre fitore të barazimin. Gjithsesi unë mendoj që sot do të ishte hap kualifikimi është. Sepse duhen të bëjë po sot në bota në ndjekje do futbolli është e heshtur dhe rishikuar në mundet të panjës
e gjithë vota, me njëse janë për Champions League në Europë, gjithë vota sot në dhe kundër, se është maja të futbollit kotror. Sot është maja të futbollit kotror. Njëra i që në të shkon kundër. Vërtet. Avokat, nuk e di, kjo ka qenë një sezon praktikisht i çuditshëm, nëse mund ta quajmë shumë, për të paktën për një skuadër kaq të madhe siç është Reali Madridit. Megjithatë, kemi parë atëherë që edhe kur Reali nuk ka bindur në fushën e vlerët, ka treguar diçka komplet tjetër, edhe ka arritur madje edhe të fitoj me një thjeshtësi të jashtëzakonshme, do thoja, befasuese, tamam, pavarësisht nuk ka patur përballë. Shiko, është shumë e vërtetë që ky nuk është një sezon i zakonshëm për Realin Madrid dhe këtë tregon edhe fakti që Reali nuk ishte në atë peçën e parë të fazës së ligës. Dhe kjo renditje e Realit në 16 që luajti play-offin është edhe faktori pse Reali ndodhet kaq herët në një përballje me Bayernin. Sepse kalendari këto skuadra i çon në këtë drejtim për të përballur me ato favoritet, se thua. Ky është vërtet diçka një anomali për sezonin e Realit Madridit, i cili është mësuar që të jetë gjithmonë në ato linjat kryesore në radhët e para të renditjes. Neve na ka lënë një impresion ose jo vetëm neve, por në përgjithësi mënyra se si u përball me City la një impresion ndoshta që Reali ishte pak më i fortë se sa ç'është në vërtet në këtë sezon, po flasim për formën aktuale, nuk po flasim për historinë apo për panelën e Realit. Dhe kur luajti me Bayernin Munich sikur erdhin pak me këmbë në tokë. Pra ishte sfidë më e vërtetë. Jo, përshtypja që ishte edhe pas ndeshjes konfirmoi atë që Bayerni në gjykimin tim ka diçka më shumë se Reali, si vjet të paktën ose në këto 2 javët apo muajin e fundit. Për mua Bayerni ka pasur gjatë gjithë këtij sezoni diçka më shumë. Kështu që kjo mund të jetë vetëm gjë që Reali sot, si thua, sepse kjo ndihet edhe nga lojtarët në fushë. A do hyjnë në fushë me këtë ide që ndoshta Bayerni ka diçka më shumë dhe ata duhet bëjnë diçka më shumë, apo do vazhdojnë të kenë atë vetdijen që ne jemi Reali dhe s'ka rëndësi se kush na del përpara? Sot kjo është një dilemë për mua, domethënë për atë që do dalim në fushë, sepse duhet kuptuar edhe që fusha e Munich, siç e treguan dhe statistikat, jo kur ka qenë historikisht e vështirë për Realin, imagjinoni tani se çfarë fusha është fusha e Munichut në përgjithësi, kështu që ka shumë spunto kjo ndeshje për të menduar edhe për të qenë kurioz pastaj për ta parë deri në fund edhe mendoj që do jetë sërish një ndeshje e luajtur deri në minutën e 90 dhe që skuadrat të dyja mendojnë që kanë një arsye për të kualifikuar. Dhe kur është një ndeshje luftuar deri në fund, do jetë këtë e mendoj që do jetë. Në fakt për të dhënë informacion e parë në Reali, nga që kanë pyetur kryetarët gjerman, se kanë qenë në Borussia Dortmund, ka thënë ka qenë 4 vjet për mua që në mështën të luajë kundër Bayernit. Ata kanë luajnë në një mënyrë shumë të nivelit shumë standard dhe ashtu tepër tani që janë bërë shumë të shpejtë. E kanë pas të merë, 4 vjet në Borussia Dortmund të luajë me Bayernin, luajë atë mërësi. Nuk e di se do ndodhi sot. Do shohim se çfarë do ndodh. Në fakt, Lorik nuk e di faktori fush sa do të ndikojë në mbrëmjen e sotme tek skuadra e Realit Madridit. Do ndikojë, patjetër që do ndikojë, mendoj ndikojnë për të gjithë. Në Bernabeu, mbetet Bernabeu. Ndoshta jo stadiumi ku ka më së shumti ndikim tek skuadra, sepse shpesh ai stadium mund shndrohet edhe një peshë shumë më e vështirë për të përballë, shumë e rëndë. Sepse kur ti je mësuar të shfaqesh në teatr, kur ka mësuar të ketë majat e këtij sporti për 100 vjet, atëherë sa pak ulët për niveli, rezultati, është normal që të gjithë njerëzit i shkojnë kundër. I shkojnë kundër sepse tradita ato është mësuar që të fitojnë. Në tradit nuk është që kemi diçka më pak në krahun tjetër. Sepse është një nga kolosët e futbollit. Bayern është një nga kolosët e futbollit. Është shumë larg në aspektin e titujve në Evropë, por nga aspekti e finaleve nuk është shumë larg. Në aspektin e sa prezencë ka pas, në aspektin e çfarë përfaqëson. Peshës së fanellës, është tradit, është Bavaria. Përveç Gjermania është edhe Bavaria. Është alo edhe më prestigjioze aristokrate, sidomos kur është një rezultat i tillë. Ka shumë arsye që e quajmë finale të parakoshme. Absolutisht. Por sonte besoj që
po i pyetësh lojtarët më shumë kishin pasion se kjo ndeshje të ndodhet prapë në Bernabeu. Është merita e Bayernit që ka arritur, pastaj nuk besoj që ka shumë stadiume të tillë ku Reali e ka një bilans kaq negativ. Po, e vërtet. Do vështirë Nuk ka një fushë tjetër. një fushë kaq negativ. Kështu që gjasat janë dhe dritat janë për të shkuar, për të anuar për Bayernin. Por asnjëri prej ne nuk është këtu budalla për të kuptuar që Reali thjesht do vjen, do luajë dhe do ikë në shtëpi. Që nuk ndodh asnjëherë. Paktën te skuadra e Realit të Madridit nuk ndodh asnjëherë. Aq më tepër që ne themi shpesh që Reali e kanë ADN Champions, kështu që edhe në ditët e veta më të këqija padyshim arrin ta gjejë rrugën drejt fitores. Në ndeshjen e parë praktikisht Mbappé dhe Vinicius patën ato shanse të tyre përballë skuadrës së Bayernit të Munichit. Edhe u ndalën nga portieri Neuer dhe besoj se do të jetë fokusi maksimal të dy elementët madrilej që ndoshta për të vërtetën mund të kompleksoj pak në fushën e tjerë, ndoshta për shkak të presionit që mund të ndjejnë brenda vetes. Nuk e besoj sepse që këto të dy lojtarët kanë presion, ndjejnë presion sepse në çdo ndeshje vëmendja maksimale e Realit Madridit apo e gjithë opinionit është pikërisht këto dy lojtarë. Sepse me cilësitë që kanë janë ato dy lojtarë që duhet ta tërheqin edhe në ditë vështira Realin Madridit drejt fitore. Kështu që janë mësuar, janë të dy lojtarë të nivelit ndërkombëtar, nivelit botror, janë lojtarë të jashtëzakonshëm. Janë mësuar me këtë lloj presionesh. Na kanë mësuar ndryshe nga ajo ndeshje së parë, sepse na kanë mësuar që dhe në ndeshje me vështirësitë e Realit Madridit, me ato pak raste që kanë pasur, kanë qenë cinik dhe i kanë dhënë fitore Realit Madridit, ndërsa diç përdoruan shumë, është vërtet, por që fakti që po tek këto lojtarë rrotullohet çdo gjë, është sepse e thisin vëmendjen dhe e kërkojnë këtë lloj përgjegjësie. Kjo janë lojtarë që ekzaltohen në përgjegjësi, ekzaltohen në presion, dhe besoj që ai presion sot mund të bëhet edhe mirë sepse nuk besoj indikojë në nivelin që kanë këto, në nivelet që luajnë të futbollit rregullisht si në ekipet kombëtare apo edhe në klubin e tyre Real Madrid, që të indikojë pjesa e presionit. Absolutisht. Nuk e di, sa mendon që për shembull skuadra e Realit Madridit mungesa e një trajneri me eksperiencë, të paktën edhe në fazë kaq të rëndësishme të Champions League-s. Për mua beson shumë, e kam thënë edhe këtë për në emisionin tonë që Arbeloa nuk është një për Real Madrid, nuk e ka kostumin për që për një Real Madrid. Në gjithë vjera që ai nuk ketë por që mund të rritë një pacientë dhe ketë i kushën në futbol, Reali beson shumë, Reali ka nevojë të një trajnerë performansave të tjera, sepse është vërtuar ata djekan firu Toni Kroos për të vënë detyra të gatët drejtuese të Realit Madridit dhe ai së bashku me Luis Figo ka përgatitur me patjetër të marrin Olise nga Bayern Munich për çdo çmim të çdo kusht, ta tërheqin atë nga Bayern Munich për qytetarin e Realit Madridit. Nuk e di çfarë metodë se Bayern e ka ekonomistin e duar apo ka e ka ekonomistin e zgjuar, po edhe ekonomisti i Realit është i frikshëm. Është më pak. Që mendoj që do të ketë ata do të zgjidhin kanë një tjetër për masat dhe nivelin që ka Reali Madrid. Sepse aty do të ketë shumë dyshime, Ancelotti armën shumë mirë skuadrën e Realit Madrid, por arma po shumë një tjetër. Tani ata duhet të rinë deri, ka shumë kohë që nuk vjen drejtar, nuk do datë. I fundit ka shumë Bellingham, sa të thonë apo Mbappé, po Bellingham. Nuk është se kanë bërë goditje të mëdha si një Të vjen dikush në mendje për shembull? Mos shkojmë para kohë para rezultateve. Trajner një dua, është vetëm Klopp. Nuk ka vita të skuadrës. Ai po diskutohet. Po. Ai për mua është një trajner që i plotson disa akuzë të tjera. E ka thënë edhe vetë. Mund vetëm punë të bëjë punë me trajner. Trajner duhet të jetë një mësues për një shkollë edukator. Është shumë komplekse si Po ndalemi pak më gjatë se ç'duhet tek tema e trajnerit, sepse ndoshta mendoj unë në përfundim të kësaj ndeshje në rast kualifikimi Arbeloa ndoshta vazhdon edhe më kthej edhe konfirmohet tek skuadra e Realit Madridit. Jo. Edhe po ta fitoj? Ja. Edhe në nëse kualifikohet ndaj Bayernit dhe nëse kualifikohet ndaj Bayernit, që është domethënë një mision shumë është jashtë është titull, a? E di që është. Po, domethënë nëse shkon në një finale apo në gjysmë finale të luftuar.
fort. Gjithsesi, avokat, qëndrojmë edhe pak tek emrat e trajnerëve, sepse për të vërtetën edhe Vincent Kompany në fakt u paragjykua shumë në fillim Të kujton gjë kjo? Të kujton gjë? Po tani, pikërisht pra se ky vit i dytë jep të gjithë të drejtën e botës besoj trajnerit belg që nuk e di të jetë atje. Dhe është një shembull i mirë për të gjitha ato klube që nuk kanë durimin e duhur për t'i besuar trajnerëve në një Duhet besohet e filozofia e trajnerit. Filozofia e trajnerit dhe në një kozgjatje të arsyeshme dhe që trajnerin ta ndihmojnë në element që janë funksional ndaj destiny të futbollit. Domethënë, Bayern Munich apo Real Madridit nuk ka vështirësi për të siguruar lojtarë të disa cilësive të caktuara. Por ajo që ndodhi me Xavi Alonso për shembull te Reali, mund të kishte ndodhur vjet te Bayerni, po të kishin qenë pak më frenetik, siç u tregua si vjet në mënyrë të çuditshme për mua Reali, për mua, për Xavi Alonso. Dhe kur dalin pasaj të llatet që kanë qenë arsye, si thua, të shijeve apo të pakëndësive të lojtarëve që kanë quar në këtë shkarkimin e largimin e Xavi Alonsos, mua këtu më duket sikur te Reali nuk po funksionon diçka, siç Reali ka financa që jo Olizen, ata le të japin 200 milion, ata ekonomisti i Realit nuk ka frikë nga zero, ka treguar historikisht këtë pjesë. Nuk e njëshu pasua dhe në Norvegia. Po patjetër, por fryma e Realit mund t'i ndodhi në një gjë, sepse gjithmonë filozofia e Realit ka qenë asnjë njeri nuk është më i madh se kamiseta blanka, domethënë asnjë lojtar, Figo, Pushkash, asnjëri. Asnjë nuk është më i madh se sa emri i kësaj skuadre. Kështu që edhe kur flasim për Klopp, nëse diskutohet Klopp është trajner që nuk pranon dot kapriço brenda dhomave të zhveshjes. Ose se çfarë do të sjellin ngjarjet unë nuk mund ta parashikoj, po fokusi duhet të jetë që të jetë një trajner, për mua duhet të vazhduar Xavi Alonso, siç vazhdoi Vincent Kompany vjet. Nuk i mori rezultatet, ata i doli në testë. Veshje nuk ndryshoi më. Ka i Xavi Alonso duhet ai vishej kërkofare, po Vincent Kompany na mundi edhe ke veshja, se ne e kritikuam ke loja, kritikuam me veshja, ai si i voli përpara. Ai është për të bukur tani që ka fituar çdo ndeshje, i voli përpara. Domethënë ai ka treguar suksesi. Ishte i vendosur se i gjete veta, jo vetëm ke futbolli, por edhe ke veshja, se vazhdon me ato pantallona pa atë xhupin. Për të vazhduar diskutimin, Olizen në fakt është një nga ata që le të themi shkëlqeu në ndeshjen e parë edhe aktualisht besoj shihet si rreziku numër 1 që i kanosat mbrojtjes Realit Madridit. Aliseu është shënduar në këto profile të cilën bëhen lojtarë spikatur dhe marrin sipër pastaj një pjesë madhe të lojës të Bayernit. Sepse shpesh herë kalojnë gjenerata të kush do jetë Robben i radhës, kush do jetë Ribéry i radhës, kush do jetë ka sulmuesët, kush do merr vendin e Lewandowskit, apo kush do jetë ka sulmuesët. Dhe gjithmonë rikthehen. Disa herë disa janë munduar të kapin, nuk e kanë arrit, por kanë atë le të themi fuqi, organizim, drejtim të klubit, të skuadrës që i gjejnë gjithmonë këta lojtarë. Në këtë rast Odisej është një lojtar që nuk është që kishin dëgjuar shumë, pavarësisht moshës së tij, është vërtet i ri, nuk është që kishin dëgjuar shumë. Filloi emri i tij dhe me një kohë shumë të shpejtë nga një emër të cilë sa filloshim me u familiarizu me ta, u shndrua një lojtar që shpërtheu në syrin e gjithëve. E shpërtheu duke marrë peshën jashtëzakonisht të madhe. Unë isha në stadium në Bergamo në play-offin kundër Atalanta Bayern. Më duket që kishte dy kategori diferencë në të Atalantës. Edhe nga televizioni duke një të gjë. Domethënë ishte diçka e jashtëzakonshme. Dhe duke e di që ka fatin që duke qenë në këtë klub, do ketë edhe kampionatin botëror ku në këtë rast do ketë Mbappé me vete. Unë e shoh shumë vështirë se kush do jetë në 10 ditët e ardhshme nëse vazhdon në këtë ritëm, që jo vetëm ta rrezikon vendin e Olises të Bayern, por edhe te ekipi kombëtar. Është vërtet diçka jashtëzakonshme për të parë dhe janë tipik ta winger modern që luajnë futën teknik të shpejt, godasin, gjuajnë
Aset Dhe do sulmues. thoja, unë ta përmendim pa frikë Ai ka fjalën vënë aset për ai ka vënë cilësi të numrit të asit, siç e vënë edhe pjesën e asit, ai ka një cilësi që nuk ka vetëm driblimi, pa ai edhe zgjedh pasin. Domethënë, kjo është një cilësi shumë e veçantë për këtë lloj kategori lojtarësh që dita kërkoj atë shokun që është më mirë në pozicion. E ndihmon. Ja, në driblim dhe gjithmonë i shmarkuar dhe ka dhe ndihmon cilësia teknike të gjitha, po kjo është një cilësi që jo domosdoshmërisht e kanë gjithmonë lojtarët këtë që të shikojnë pasin më të mirë për të dhënë. Kjo është shumë e veçantë. Mos e vërtet. Njëri nuk e di në lidhje edhe me cilësinë e Oliset, duket sikur është një lojtar të vërtetë, sa i thjeshtë lojën e tij, po është edhe i jashtëzakonshëm edhe shumë efektiv. Nuk e di, mendon që ndoshta edhe francezi pak shumë ndoshta jashtë ato llogarive të madrilenëve në ndeshjen e shkuar. Për mua po, është vërtet, ideja e fundit e shohim nëse Bayern Munich duhet të tusi i divisionin Champions një kandidatur shumë fort për shumë popular, në këtë të francez, që po të francez është shumë afër. Që besoj sepse është një lojtar që po shndrim tani në gjithë Europën. Në dakord me çfarë në kuptoj që ndrimi i tij ka teknik, se mos të ndimin dhe në futën e turneut, është një janë zakonshëm dhe ai fillon situata një herë pasaj, se është një goditës shumë të mirë. Për mua është një nga figurit që vërë kompletuar në momentin për kohën që ka dhe për elementit që së të dhe për sot ai do jetë që një profesor i rastë. Është momenti që do ndjekim informacione dhe tani se me njerë me informacionin e Bayernit të Muniut, Lorit Telefonit. Bayern reprezenton ato çfarë na ka mësuar një 4-2-3, majnë një Neuer në port, që e pam që nëse mbetet në qëndrimin e tij, në thjeshtësinë e tij, vazhdon të jetë ndoshta në portierët më të mirë në botë. Jonathan Tah Upamecano në qendër të mbrojtjes, Laimer Stanisic në krah, para mbrojtjes Pavlovic dhe Kimmich, Gnabry në suport të Luis Diaz në majt, Harry Kane dhe Olise është e njëjta skuadër që na propozon në krahasim me ndeshjen e parë në Madrid. Më vetëm të shohim që kemi 3 nga 4 lojtarë të mbrojtjes që janë me karton të verë. Një skuadër e ekuilibruar me intensitet, me shpejtësi, me dinamizëm, që gjithmonë për mendimin tim nëse ka një pikë të dot mbetet njëri nga qendërmbrojtësit e skuadrës. Shohim edhe informacionin e skuadrës së Realit të Madridit, Xhafa Telefonit. Real Madrid dhe informacionin 4-3-3 apo dhe 4-4-2 në formë Romi, sepse Brahim Diaz është lojtar që mund mbuloj shumë role duke pasur për parasysh karakteristikat që ka një lojtar. Vjen me Lunin port që ndeshjen e kaluar më thash, mungesa e Courtois dhe diferencën, diferencën e bën të dy skuadrat e bën portier. Alexander Arnold në krahun e djathtë, Militao me Rudiger dhe Mendy në krahun e majt. Besoj që është kallësha më e mirë që mund të ishte Real Madridit për sot. Në një ndeshje kaq të vështirë, besoj që edhe Militao është një për mënyrën si luan, për mënyrën se si i ka dy lustimet, sot i duhet më shumë se kur Real Madridit. Është rrallë herë që kanë mujtë me propozu këtë kafshë. Sepse në çdo moment të vitit ka pas një dëmtim të lirë nga këtë. Paktën nisë ka pas momente që kanë qenë të katër. Në mesin e fushës është zgjedhur Valverde, Bellingham dhe Arda Güler, në mungesë edhe të Chouameni, po edhe Pitar zgjedhur sot jashtë, kanë zgjedhur lojtarë me tjerë, lojtarë me eksperiencë si Bellingham, Valverde dhe Arda Güler dhe në sulm Vinicius Junior, Mbappé dhe Brahim Diaz. Sot janë zgjedhur lojtarë që kërkon kjo natë, lojtarë me peshë, lojtarë edhe pse Bellingham nuk vjen në formën e tij më të mirë nga një mungesë e gjatë dëmtimi. Sot është natë që duhen lojtarë me peshë, duhen lojtarë me personalitet, sepse atë që do thonë të prapë përpara është një fushë që kërkon personalitet. Duke qenë se Real Madridi nuk e ka pasur asnjëherë thjesht, nuk është e thjeshtë të luajë sot me 18 vjeçar, me 19 vjeçar, duhen lojtarë që e kanë në traditë. Edhe që mund ta përballojnë në mënyrë absolute, besoj unë, në presionin, sepse në një mbrëmje si kjo e sotmja duhet. Për tepër që janë zgjedhur edhe shumë lojtarë me tipare ofensive, gjë që jep sinjale që Real Madridi ka ardhur për ta tentuar këtë ndeshje. Absolutisht. Avokat, nuk e di, duke parë informacionin fakte të dyja skuadrave, nuk e di, mendon që çdo gjë do përfundoj brenda 90 minutave apo shpirtërisht duhet të përgatitemi për diçka më tepër. Kjo ndeshje i ka të gjitha, por unë si vjet jam i bitur që Bayerni e kalon. Edhe e kalon brenda 90 minutave. Domethënë, pastaj kjo ndeshje nuk mund të ketë parashikime, po Bayerni si vjet duket më i fortë. Duket më i fortë. Thierry? Për ty? Duket më i fortë, jam dakord. Bashkohen edhe parashikimet e dëshirat apo jo? Sot dëshirë nuk jetë i fortë, unë bëm në atë që është me do, dhe se Bayern është me do, por në numërin e efektivit të çekoslovakëve.
Se ai ka 15 ta kanë 5. Bëjmë dhe pushim, reale disa vite. Po, historia është sot është e hapur në ndeshje. Është e hapur Vinicius dhe Mbappé për mua janë sulmues më të rëndësishëm sot në Europë. Ata në rast të gjejnë aftësira prapa në shumë ditë, vizoj këtu dhe highlights e ndeshjes parë të luajtur në Madrid. Ata kanë humbur shumë gora në Madrid. Por në rit, për të jetë Neuer ishte në formë shqyrë, por për të gabimet të sulmues të Real, Real është rrezikshëm, Real është Real, çfarë do të ndodhë. Që për mua projektimi është një hapë. Vështira është një shumë parë. Absolutisht. Mirë, ne do të kalojmë te ndeshja tjetër sepse Arsenali mbetet vërtet i pamposhtur në UEFA Champions League. Pikërisht këtë rekord do ta hyej tashmë Sportingu dhe për të thënë vërtet më duket sikur fitoren e ka të vetmin opsion për të siguruar kualifikimin për në gjysmën finale. Në fakt edhe pse vuajti jo pak skuadra Arsenali ardoli që pa eleksionizmi të siguroj vetes një avantazh minimal, megjithatë shumë të rëndësishëm në këtë fazë të Champions League-s. Gjahan, nisim sot. Ka ardhur në një fazë shumë të rëndësishme të Champions League-s dhe ka pasur edhe fazën e vetë në pjesën e shortit, mendoj, sepse në momentin më të keq që po kalon Arsenali si kampionat edhe në Champions me formën që ka treguar, është përballur me Bayer Leverkusen dhe me Sportingun e Lisbonës. Mos harrojmë që me Bayer Leverkusen ndeshjen e parë u shpëtua nga një penallti në fund shumë të diskutueshme që e komentuam këtu, pothuajse pa kontakt fare. Në ndeshjen e parë po ashtu me Sportingun e Lisbonës vuajti jashtë mase. Base kualitetit, jo base po kualitetit që ka Arsenali në momentet caktuara e bën diferencën dhe e fitoi ndeshjen, por që ajo që pa në 90 minuta pa një Arsenal me shumë probleme. Do të flasim për një skuadër që në 5 ndeshjet e fundit ka fituar vetëm me Leverkusenin edhe me Sportingun në Champions League. Praktikisht ka 3 humbje dhe 2 fitore. Gjë që tregon formën e dobët të Bayer Leverkusen, të Arsenalit. Dhe kjo më përforcon idenë që ka pasur fatin me vete që në momentin më të vështirë të kampionatit, të gjithë sezonit të tij, ka pasur fatin në short sepse nëse sot përballë kishte pasur një Real apo Bayern Munich në mënyrën se si po luan, unë besoj që ta kishte shumë vështirë për këtë. Absolutisht. Ne do të kemi No, po çish. pse? Ha? Po çish Na tregon nëse? ku në shoqëri kam edhe fansa të Arsenalit. Dhe njëra nga ta shokët e fansat të Arsenalit është Dugargjini Babaj Dua Lipës. Është fansi i shmendur i Arsenalit. Edhe me këto rizë e rrjeteve sociale doli ai rizi i filmit The Wolf of Wall Street, ku është një moment thojnë fillimi i sezonit të Arsenalit, ose një pjesë ku janë të gjithë në anije duke kërcyer me shoqëri parti deti qet. Dhe është pjesa e rizit ku është fundi i sezonit të Arsenalit, ku janë në mesin e asaj tempestës, ajo stuhie së madhe. Edhe e qeshin, po e ka kështu si me zorë, Arsenali është vërtet që është një historie të cilët të mësuar që të bojnë diçka të jashtëzakonshme, por në momentin e fundit konkretizimit asnjëherë nuk e kanë bërë një hap më tutje. E vërtetë. Dhe fakti është që këtë vit vërtet ka pas shortin, po për na jep një ndjesi që nuk është ai Arsenali që e kemi parë në fazën e grupeve, nuk e diskutosh edhe fitoren e Arsenalit. Po vërtet një grup mundet Bayern ishin përpara, jo në një moment ku duhet anglisht thojnë to deliver, duhet me dhënë rezultatin. Dhe këtu e kanë edhe në kampionat ku e kishin në dorë dhe kanë vështirësi tani dhe në këtë kompeticion. Por në fundit ajo fitoria dhe ai goli në fund është diçka që mund vlen jashtëzakonisht shumë. Fitore pragmatiste ashtu siç Fitore duhet tek e fundit. Dhe e kanë fatin që janë në krahun dhe se kanë këtë nivel që janë ka krahë të më të forta më të top. Një çik më të dobët e kanë krahë. Një çik më të dobët e kanë. Që jemi mos i bim. Jo të dobët. Të s'mund të pak më të dobët. Jo të dobët. Kështu që nëse dojnë me tregu të vërtet ky është një vit njëri në tjetër kompeticion duhet ta marrin. Me patjetër. Gjithsesi, Lorik nuk e di për ty në drejtimin e Artetës, mendojnë që Arsenali është një skuadër më e pjekur, më e konsoliduar, pavarësisht se në kampionat i ka patur, sidomos në javët e fundit, disa luhate që ndoshta ta rrezikoi edhe titullin, në varësi të Jo, fjala më e pjekur është vështirë me ta thonë. Nuk të pëlqen? Jo, Nuk të pëlqen për Arsenalin? Jo, nuk është fjala e duhur më e pjekur. Sepse kur një trajner me pak eksperiencë vjen, vërtet që ta bën ai një skuadër më të pjekur. Mund ta bën një skuadër më të sigurt nga identiteti vet dhe çfarë kërkon nga loja. Ata ka dëshmuar Arsenali. Arsenali është Arsenali. Sa i sigurt? Jo, në Arsenali është mos harroj.
Jemi të folë për një Arsenal që as nuk u kualifikote në Champions. Edhe nëse u kualifikote në Champions me vite me radhë. Jemi të folë për një Arsenal që vitën e kaluar ishte në gjysmëfinale, në çerfinale, në finale dhe po kthehet tash u shtrënguni siguri që është një pjekuri në vete. Po nga një pjekuri një skuadër që u bë realiteti Championsit, me u bë një pretendent, është pa një botë diferencë. Rodhan shumë duhet të kenë shumë gjëra. Deri nuk e di në shtëpinë e tyre duket sikur të gjithë presin që Arsenali ta tregojnë maksimum atë forcën e vërtet, duke mos menduar shumë edhe për atë avantazhe minimal që kanë siguruar nga takimi i parë. Natyrisht, ajo pritet. Jam dakord për rritjen që Porçi Arsenalit në fund përdojnë barut të lakut, dhe vuajnë shumë fitore. Se rrinë në det, prandaj. Lakët vuajnë shumë të barut. Vuajnë shumë, e votë që vuajnë më tepër në të dy javë, janë të postë të Arsenalit. E Porçi dhe Zabajnë të vërë. Ata vetëm do vuajnë. Sepse i dyti ta kanë thënë edhe një merë bajnë në i dyti vuajnë më shumë. Më mirë dyti fundit, po marë, dhe do gjithë të rrugë, i dyti ishme i humër i nga gjithë. Po të që të asë njëri si e rëzore. I dyti ishme i humër i nga gjithë. Dhe që ka për ta historia, për vjetë i kampionat, ata po mund dhe përmerë. Do i vjen City për të marrë, të shtuam të javë, unë nuk shoh asnjë shpresë të këta fare. Ja, nuk kam shpresë të fitoj kampionat. Vetëm një ndeshje pa i mund. Një ndeshje pa i mund atyre me Real Madrid që bëri çuditëre i rajt. Çudinë bën në minia ata. Çudinë bën në minia. Pa i mund nuk po bën as një gjurmë. Fundi i tyre është për të me barutin e argut. Topçi barutin e argut ka nacional në kampanë. Kanë gjithë tjetër, çfarë nuk i bën atij Arsene Wenger. I mbajtja i driti, po i sfitoj asgjë asaj i Arsenalit. Dhe po kemi politikë që të ndërtare. Besoj që nuk e di po. Të shohim edhe çfarë do ndodhë së do plagjet edhe këtu baroti edhe në mbrëmjen e sotme. Avokat, nuk e di, Sportingu e provoi praktikisht që mund të luante si barabar përballë Arsenalit, pavarësisht të gjithë fjalëve të mira që ne po themi këtu në studio për Topçin të Londrës, u duk goxha mirë edhe në ndeshjen e parë, pavarësisht rezultatit final. Ndeshja e kaluar mund ta themi pa frikë që nuk kishte asgjë të çuditshme po ditë barazim. Pra, ndeshja e kaluar të dytë edhe po ta fitonte Sportingu. Po mirë, po nisemi nga fakti që fitoi Arsenali, pra ishte edhe kjo që thotë Xhava qëndron. Është një skuadër që ndryshoi shumë në vitet e fundit. Përgjithësisht skuadrat portugeze nuk kanë 2-3 vjet me radhë të njëjtën skuadër. Dhe nga kjo pikpamje, për aq kohë sa ka qenë bashkë skuadra që të arrijë në teçën e Evropës, pavarësisht të rrugës se nga ka kaluar, për të është një fitore shumë e madhe dhe në javën e shkuar përballë me Arsenalin në mënyrën më të mirë. Sonte kanë çik këtë dizavantazhin që të Sulmusin e ka të dënuar me 2 kartona dhe nuk do ta ketë si ka Gonzalez, Suarez. Po. Suarez po një nga sundje ka me 2 kartona, kam përshtypjen. Mirë, avokat do e diskutojmë me informacionin, kështu që jemi në limite flasim për informacion. Fusha e Arsenalit mbetet fushë e vështirë për këto lloj skuadrash, që nuk e kanë atë zakonin e këtyre ndeshjeve. Kështu që shikojmë çfarë do bëj sot, po Arsenali me atë hap që ka hedhur javën e kaluar i ka dhënë vetes një avantazh. Kryesore edhe të performancave të Arsenalit është Gabriel dhe Saliba, mos kërë rëndat Hinkapje në krahun e majt, Declan Rice dhe Zubimendi në qendër të mesfushës dhe 4 asumit Eze në mbështetje të Martinelli në majt, Madueke dhe suedezi Gyökeres në qendër të Është kryer Eze, do të thënë që është kryer SGO. Mirë, do shkojmë edhe tek rrestimi i Sportingut, Sportingu vjen me formacion e saj tip 4-2-3-1, është një skuadër shumë e shpejtë, është një skuadër që luan shumë vertikal, është një skuadër që gjatë gjithë kohën kërkon sfida, 1-1 nga krahët, sepse e ka këtë cilësi për të konkretizuar gjithmonë tek një që do sulmojë Suarez, që nuk bën një edicion të jashtëzakonshëm. Problematika e kësaj skuadre është diferenca që luan brenda dhe jashtë, sepse brenda në shtëpi është një skuadër duket si e barabartë me këtë, kurse kur uston jashtë vetëm problematikë që ka nuk është në të njëjtin nivel, duket sikur kanë nevojë për atë vërtetësinë e stadiumit të tyre. Mos e vërtet. Çuna faleminderit për momentet dhe analizën tuaj. Ne do ndalemi pikërisht për të lënë në shoqërinë e emocioneve që duron UEFA Champions League.
Varë sigurisht do të shihemi në orën 23 për të bërë analizën e plotë të mbrëmjes së sot në Champions. Shikim të vazhdojmë. Pa, mos të vizë 5 minuta se do bëjmë një gjerim të vogël për dritën. Po me mikrofona pa mikrofona? A, të gjegi? Maestro? Maestro? Do t'jesh një duhet prezent, duhet asë prezent, Ashtu, vetëm mos ta kem tavolinën poshtë. Mobilje! To, mikrofonën s'ka duhet. Po vajte kono zavim tavolinë, ja, Mirë ki. Mirë? Dhe ta se kemi të zherë. Po ju jo, së një që njëri, së një që njëri që ka kamerë në të freshë, të jarë të zherë. Kështu da lidhesh me plan e kamerës, me këtë të kamerës, të profesorës. Po, do lidhe, pase, me të vetë, të vetë mene, vetëm për të femot. Të ka shumë pak të... Mikrofonin e të të në shumë. Okej, bëjmë gati va? Do doja që telefonat më si kishim dorë. Se që pa? Sorry. O, natural e kemi telefonë. Jemi gati va? 3, 2, 1, jemi va. Studio Champions rikthehet në super ndeshje në javën që vjen. Nga unë Eva Murati, por mos ikni për vërtetë, se Jo, jo. gjas. Ero, po, I kemi 80%, ha? Po falë, okej, do të kemë multiplikim, e ne kemi qëtësi, ju lutem qëtësi, po, tjetë. 3, 2, 1, e po va. Studio Champions rikthehet në super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë nga unë Eva Murati, natë në mirë. Duhet sa më shumë, no? Qofa atje? Studio Champions rikthehet në super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë nga unë Eva Murati, natë në mirë. A I do me lëvizje, mbyllë si gjithmonë, po. Okej. Që jeni, po, që i mjëzit në se ga e qimet, në thonë të drejtë, jo për të thonë të drejtë, se nuk është e një dhe gjë, në thonë të Kujtimi. Super, ja, erdhe e Jo, dere. ishte më që Erdhe e dere. Erdi da i deri, të mëstojnë. Unë jam një bandzime, o gjatë. Unë kam rego ka, me ke njerë një po.
Ka problem. Zgjidhni shtretin, po. Kalon shpejt. Zgjidhni shtretin, se kam hapur. Jam të Kemi qartë që? Fondo 3. Mbaruam. Jo, po mundon. Të lutem, e lumtur. Jo, nuk i gjendje. Më qenë që për marrë të njëjtën dozën e ilaçit. E lumtur. E lumtur. Po dëgjoj, avokat, tani jem shumë e sinqert. Po, të Ato lutem. video që hedhun për shembull, ti ke vënë që gjithë portit duke parë Jo, këtu. nuk kam vënë, sinqerisht, mund ta them sinqerisht, deri në këtë pikë. Po se çfarë ligji ka shoku që la? Se pas të më Shoku për tavolinën se Modifikate. Po, po. modifikate ato. Shqimin të kamera në shumë. Po, ajde të të shumë. Ja të të Gati të ro? Po, për të mund fiki? Fiki. Me zë apo? Ati të që në zë. Ta të prapë në Po, ato që të një më vetë, se të kemi në të Jemi gati? 3, 2, 1, jemi e ba. Studio Champions rikthehet me super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, na keni. Fiki. Edhe një ljutëm, edhe ju dëshora. Gati? 3, 2, 1, qëndër Eva, jemi e ba. Studio Champions rikthehet me super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, na keni. Fikim! Ok, stop. Faleminderit. Ole! Në natën e mirë, do shifemi me sa do shifemi? Po. Ja, do shifemi me në maj. Prandaj mbajto të ikte. Ke frigile. Okay, this lights bounce a little back on the white dress, but anyway, like I always tell you, like please don't watch the live, go watch the official broadcast on Sport 1 because I 100% look better than this. I don't know why, like every time I see myself on the TikTok camera, I dislike myself very much, but whatever. It was a really nice live. Now we were shooting also something else because we're gonna make like a new spot, a new commercial for Drink, the TV channel that I work in. So yep, that was it. I think I put like the wrong. I'm just gonna see something. Okay, I think I put like the wrong. Not the wrong time basically for the live, so I think like most of you will get like the notification at 9 o'clock, but it's not gonna be like it's not gonna be a show at 9 o'clock. 9 o'clock we start the match and we have like a super good match. Yes, these are like my very new shoe, and like I love balancing, you know, I love balancing. Since wait a second, I'm just gonna do an outfit of the day. They look like chicken. No, wait. Here.
Someone in here said that they look like chicken, and I'm going with it. Do they tickle you? They do. They do tickle, by the way. But it's funny because like I'm so super focused, like hyper focused on the show, and I don't feel basically anything else because like I just put my focus on the main camera, not this one, like the main broadcast camera, and I don't think about anything else. Even now I can feel them tickling me, but when the show is on, because it's live, it has like basically my full focus, so I don't mind. Oh no, I was saying about the balance because like since the shoes are like how can I say it, like since the shoe bring the drama, the dress is very, very simple. That's what I said, balancing. Hello. Do you ever get nervous? Well, I mean, every show is different, and of course it's like work by the end of the day. Sometimes you're gonna like outperform, you're gonna be better, sometimes you're not gonna be as good, but it's something that I love, and I've always loved this job. So this is like my 10th year in the Champions League. Soon it's gonna be like 10 full years working for the Champions League. So I love it, and no, I don't get nervous, but I just get like happy. Full of emotions, full of love. Hi. People are moving in the background, and I'm not going to put in the camera, but people are moving in the background, and I keep getting distracted. Hi. Kush është në panel? Më në fund, po shoh një koment shqip se ikën të gjithë të tjerët, më duket se kur ky live im është vetëm të huaj, nuk ka fare shqiptar, pavarësisht se emisioni është në shqip. Sigurisht kemi si gjithmonë Lirim Zallën, se i kanë të gjithë karriget ndara, kemi Erion Gjafën, avokat Emri Hickan dhe Lorik Canën. Më duket vetja pak çuditshëm kështu me buzë të kuqe, se nuk është se jam mësuar shumë ta shoh veten kështu, po it's okay. I was saying that not that I don't like myself as much with red lips, but I'm not used to seeing myself in a red lip, especially in a red lip and a white dress. No, Ferrari red. Yes, the nails are Ferrari red. I need to reapply this, but yeah, basically like the nails are Ferrari red because like I asked you guys about the color, what color should I put on my Instagram, and basically red was like the most common question, the most common answer. So I really need to go in a bit, so I'm not gonna stay here for a long time, you know that. But okay, let's stay here a little bit longer. Gjithsesi nuk është se do shpenzoj shumë kohë këtu, mund ta ktheni direkt te kanalin të Trink Sport Mishi, kështu që mund të më shihni atje, mund ta shihni ndeshjen atje. Viene a lavorare in Italia. Per il momento ho fatto un stop, a dire la verità, per i progetti in Italia. Credo che
Verrò, non verrò perché sto facendo praticamente sto facendo praticamente Tirana-Roma come se fossi, non so, lo stesso posto, ma no, verrò nel senso in Italia per vedere più i progetti in TV un po' più in avanti, non adesso. Sono sempre l'ansia perché non so quante cose posso dire, non posso dire. Mi ha preso. Sto soltanto leggendo i commenti. What is your favorite lip color? My favorite lip color, it's 100% nude or maybe like, maybe brown, even brown. I feel so good. Even like yesterday that I had more of nudish brown, I love it. I loved it. But like yesterday I had like a red dress, so the dress like took all the attention. Today like I have like a white dress, so the red lip can get all the attention. Balance, guys, always balance. Okay, I think I need to go now because like you cannot see them, but people are like, what doing like this to me because I need to close the live and start working again because I do so many other stuff. When the show is on, I need to produce content, I need to edit it, I need to take the photos, the pictures that I'm gonna take, that I'm gonna post like in the future weeks. So I really need to go. Mwah. I love you, love all of you, and we're gonna see each other again. Don't forget at 11 o'clock at 23. Here, of course, on TikTok, but also on the official broadcast on Tring Sport 1 for anyone who wants to watch the broadcast in Albanian. Mwah! Kisses, and see you later.